Gjykata e posaçme ka vendosur të lërë në fuqi masën e sekuestros për mbi 34 pasuri të lidhura me Ervis Martinajn dhe familjarët e tij, duke refuzuar kërkesën e mbrojtjes për lirimin e tyre. Këto pasuri përfshin kompani dhe aksione biznesi si King Casino, pjesë në Alba Telecommunication dhe Mati Union, por edhe apartamente në Tiranë e Vlorë, toka, vila në Surrel, ullishte, automjete luksoze dhe llogari bankare. Avokatët e Martinajt kundërshtuan vendimin, duke argumentuar se afatet ligjore janë tejkaluar dhe kërkuan shuarjen e masës. Rrjeti i pasurive të lidhura me Martinajn mbetet i bllokuar, ndërsa drejtësia vazhdon hetimet për origjinën e tyre. Prokuroria e posaçme dyshon se asetet nuk justifikohen nga burime të ligjshme dhe i lidh me aktivitet kriminal. Hetimet kanë ngritur gjithashtu dyshime mbi përdorimin e pronarëve formal, ku pasuritë rezultojnë të regjistruara në emër të familjarëve apo personave të afërt. Mes dëshmitarëve të kërkuar nga prokuroria është edhe babai i Martinajt, i cili dyshohet të figurojë si zotërues i disa prej aseteve. Ervis Martinaj konsiderohet një nga figurat më të njohura të botës së krimit në Shqipëri, i lidhur me aktivitetet e lojrave të fatit dhe rrjete kriminale. Ai u shpall në kërkim nga SPAK më maj 2022, pas operacionit Golden Bullet, dhe prej atëherë rezulton i zhdukur.